Zakonisht këta e përdorin kufirin tonë si korridor për të kaluar në zona tjera. Në të kaluamën është përmend shumë që grupet e kontrabandistëve udhëheqen prej qytetarëve lokal që janë zakonisht shqiptarë ose janë shtetas të Shqipërisë. Po qysh kanë mri këto grupe me u ndërtu prej shtetasve që cilët janë prej kontinenteve të tjera, pra sirian ose mund me qenë edhe prej vendeve të tjera. Rëndom ndodh që kontrabandimi me migrant pa dyshim që ka të involvuar edhe qytetarë përkatësisht kryes vepra penale që janë me banim rreth zonave kufitare. Sepse ata më së miri e njohin terrenin, ata më së miri din pikat ku mund kalohet në zona të thella rurale. Faktikisht ata më së miri mund të kryejnë edhe strehimin e tyre derisa të vinë, sepse zakonisht këta e përdorin kufirin tonë si korridor për të kaluar në zona tjera. Kryesisht vinë nga Turqia, Greqia, kalojnë nëpër Shqipëri, përdorin Kosovën për të kaluar më pas Serbi, Hungari dhe për të kaluar në pjesën e Evropës andej. Ne kemi pas raste ku kanë qenë të involvuar edhe të dyshuar nga regionet përreth zonave kufitare, cilët kanë kryer strehimin e tyre, kanë bërë organizimin dhe gjithmonë këta janë bartur qoftë me mjete, kamion, fugon apo edhe shumicën rasteve me taksi dhe rentakar, për çka edhe ne i kemi zbuluar në raste të tilla. Por duhet ditur që pa pasur persona të cilët e njohin mirë terrenin, sidomos zonat thella, sepse ata nuk e zgjedhin vijën kufitare për të kaluar në pjesën ku është legjitime, por dalin nëpër zona ku duhet ta dinë. Andaj kush më mirë se sa ata që janë përreth mund ta dinë. Në zonat kufitare, njerëzit të cilët bashkëpunojnë me këta individ, të cilët paraqiten aty, kërkojnë rrugë të lira. Sa është më rëndësi njerëzit me kuptu që në rast se bashkëpunojnë me këta individ, kryejnë vepra penale vetë ata. Pa dyshim, dispozitat ligjore të kontrabandimi me migrant faktikisht i inkriminon edhe ata që japin strehim, edhe ata që ndihmojnë dhe dënimet për këto vepra penale janë bukur të rënda. Ligjvënësi ka përcaktuar dënime shumë të larta. Këta njerëz përfitojnë bukur shumë para prej kontrabandës. A ka dhëna që i kanë transportu parat tutje, cilat linja bankare i kanë përdorur? Realisht në bazë të asaj që ne kemi pas deri më tani, nuk kemi ndonjë dhënë të saktë se ku kanë përfunduar ato të holla, po ato që i kemi hasur zakonisht tek kryerësit, ato janë sekuestruar dhe në fund janë konfiskuar me vendime të gjykatës.